سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Falënderimet e tona, salavatet e tona, gjemati nderuar në këtë ditë gjumaje janë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij, si dhe për gjithë ata të cilët ndjekën rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Dhe nuk ka dyshim që lavdët e tona në këtë ditë gjumaje janë për Allahun Dhul Xhelal, i cili thot në Kur'an: madhështia e pafume i takon Allahu Dhul Xhelal, i cili ja mundsoi robit e tij që të udhtoj nga xhamia e shenjtë Mekkeja në xhamin e Aksas, pastaj të ngjitet në qiellin e 7 në takimin me Allahun Dhul Xhelal. O vëllezër të nderuar, qad marra ala ummet nabi sallallahu alaihi wasallam hadithatin. Në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para pak ditësh na ka kaluar një ngjarje e cila quhet rihletut tarikh, udhëtimi i të gjitha kohrave, sepse nuk ishte para asnjëherë njerëzimit që nga Ademi alayhis salam dhe deri atë natë dhe nga ajo natë deri në kiamet kur nuk do të ndodhe ajo që ndodhi atë natë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo o vëllezër është rihletu ma urife bi Isra wal Mi'raj, nata Isras dhe Mirajit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sallan nabiu sallallahu alaihi wasallam salatul atmati ma ashabi, e fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë natë namazin e yatsis me shokët e tij. Ade fi bejtihi, u kthyen në shtëpinë e tij në mënyrë që të pushonte, walakin ma jara tilka al-layla ghayra majra ala hadith. Atë natë çfarë ndodhi? Ndryshoi të gjitha perceptimet njerëzore dhe ndryshoi të gjithë historinë njerëzore prej asaj natë që ndodhi ajo me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Idh yurfa saqfu bejtin nabi sallallahu alaihi wasallam, qatia e shtëpisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa bi Jibril yadkhul fi beyti, Jibrili hyn nga kjo e qarë e shtëpisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, dhe o vëllezër të nderuar, akhbarahu annahuma sayantaliqani nahwu Ka'batin, i thau Muhammed Baugati se neve do të drejtohemi drejt Qabes së mamnueshme. Dhe ashtu ndodhi se bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Jibrili erdhi në Qabe, wa hunak bi tahdid inda hajar al-Kaaba, dhe atë natë me saksi nga guri i Qabes, o vëllezër të nderuar, bada isti'dadu bi a'zam rihletin fi tarikh al-bashariyya, vazhdoi përgatitja për udhëtimin më të madh që ka pa historia njerëzore, rihletu Isra wal Miraj, udhëtimi i Isras dhe Mirajit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: wa ma ja'alna ruya allati araynak illa fitnatan linnas. O Muhammed, neve atë që ke pati nuk e kemi bërë vetëm se fitne për njerëzit, sepse o vëllezër të nderuar, ma se yukhbiruhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam se yaj'al ba'd yusaddiqunaha wa ba'd yukadhibunaha, sepse atë që do të lajmërojte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo do të ishte jashtë takatul bashariyye, jashtë perceptimit njerëzor, dhe disa do ta mohonin atë dhe disa do ta besonin atë. Madje kishte prej atyre sikurse Abu Bekr Siddiq radiallahu anhu, kur i than: o Abu Bekr, tu saddiq ana ashab, a mundon ti që shoku jot Muhammed sallallahu ana sahibek Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shoku jot i dashur, ka shkuar nga Mekkeja, pastaj në Aksa, pastaj është ngjit në qiellin e dynjas. Tha Abu Bekr radiallahu anhu: ba'd yusaddiquna, do ta besojnë pa pas nevojë as për një argument të këtij udhëtimi. Tha Abu Bekr radiallahu anhu: unë besoj edhe më shumë se sa kaq, unë besoj që është i dërguar i Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj o vëllezër të nderuar, në këtë
në këtë udhtim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Gjibrili alayhis salam e afroi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam te guri I Qabës, fa shaqqa Gjibril sadra, ja qau gjoksin e tij Gjibrili min asfal raqabatihi, nga kjo pjesë tu deri te fi batni, pa ndjer asnjë lloj dhimbje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pa dal as I pik gjaku prej trupit tëm, dhe ja lau Gjibrili alayhis salam zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja lau zemrën e tij fisnike në një enë të florit prej enëve të xhenetit, dhe pastaj aada qalbe, ja kthej zemrën e tij në vend, por kësaj radhe o vëllezër të nderuar, ndryshe nga hera e parë për të cilën e ka përmendur Imam Ahmedi në musnedin e tij, dhe Kalbani o Ibn Kathiri fi Bidaya wa Nihaya, ulema të sunetit këto që kanë thënë që shaq sadr Nabi sallallahu alaihi wasallam, kjo ishte e dyta herë që I qahet gjoksi pejgamberit alayhis salam, se herën e parë ashtu sikur se e përmendëm te këto dietar të mëdhej ka ndodhur kur pejgamberi alayhis salam ka qenë në Beni Sad, në Halime, në shtëpinë e Halimes, ajo që e mori që ta ushqente pejgamberin alayhis salam, dhe tregon pejgamberi alayhis salam çarjen e gjoksit për herë të parë shokëve të tij, thot erdhën dy burra dhe khtaruni, më zgjodhen mua midis të gjithë çobanëve barive që ishin aty prej fëmijëve të fisëve të cilat ishin me bakti, më morën më shtrin për tokë, më qanë zemrën time, dhe prej zemrës hoqën një njollë të zezë, që kjo është hasedi, zilia që keme ne me njëri tjetrin. Kjo pika e zezë në zemër, zina I ka bën punë të dynjas, zina I ka bën punë me njëri tjetrin, zina I ka bën punë me familjarët e tonë, zina I ka bën punë edhe me farefisin tonë, zina I ka bën punë të dynjas, a zi vëllai, Zotin e rrit na I ka bën edhe punë e ahiretit. A këtë gjëtë zezë ja hoqin prej zemrës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e në këtë radhë të dy të vëllezër të nderuar, zemra e tij u vendos në vendin e tij me li'atun bil iman, e mbushur me iman dhe me devotshmëri. E o vëllezër të nderuar, kanë përmendur ulemat e sunetit se takimi me Allahun dhul xhelal, e neve inshallah kur të takojmë Allahun në xhenet, ajsamuna tataghayyar wa ruyatuna tataghayyar, trupat e tonë do të ndryshojnë, shikimi jonë do të ndryshoje, edhe çënja jonë do të ndryshoje, se nuk mundemi dot në dynja me pa Allahun, dhe as me u taku me të, dhe as me fol me të, dhe na e vërteton këtë gjë. Kanë përmendur ulemat puna e Musait alayhis salam, që kur u takua me Allahun dhul xhelal, Musa alayhi salatu salam i'tazala nas 40 yawman, u nda prej njerëzve 40 ditë, 40 ditë Musa alayhis salam u nda prej njerëzve, fatafarrak li'ibada wa salah i'tidadan bi liqa'i Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe Musa alayhis salam të 40 ditë është ndarë veç me namaz, me ibadet, me dhikr, në mënyrë që të përgatitet zemra e tij e mbushur plot iman me takimin me Allahun dhul xhelal. E o vëllezër të nderuar, prandaj Gjibrili alayhis salam hayya qalba Nabi sallallahu alaihi wasallam, e përgatiti zemrën e pejgamberit alayhi salatu salam në atë që do të shikonte në Isran dhe në Mirajin. O vëllezër të nderuar, jahaz Gjibril alayhis salam li Muhammedin dabatun tusamma buraq, ja përgatiti Gjibrili dhe ja bani gati Muhammedit sallallahu alaihi wasallam një kafshë e cila quhet burak, I bardh, I pashëm, I shpejt, dhe shpejtësia e tij, o vëllezër të nderuar, është ai në hapën, kur e bën hapin e parë dhe mrin të I dytje, është kamedul basar, aq sa hedhim në shikimin, aq që ka një hap buraku, kaq I shpejt është. Dhe o vëllezër të nderuar, kanë përmendur ulemat wa huwa marqabun khas
lil anbiya wal mursalin, dhe burakun e ka zgjedhur Allahu që tjetë mjeti i hypjes së të gjithë profetëve, për veçoritë e veçanta që neve i dham, si kafsha më e bukur që ka krijuar Allahu Dhul Xhelal, dhe mbi gjitha kafsha më e shpejta që ka parë historia njerëzore dhe njerëzimi, që kur e ka krijuar Allahu këtë univers. O vëllezër të nderuar, kanë Gjibril, o vëllezër të nderuar, edhe pse nga Mekkeja në Xhamin e Aksas kjo largësi nuk është shumë e madhe, olakin kanë Gjibril yatawaqafu mirarën, ka ndaluar disa herë në rrugë. Herën e parë i tha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, "Anzil ya Muhammad, fasali rakatain", zbritë Muhammed dhe fali 2 rekate, dhe kur zbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pa që u fal në një tokë mumtelietun bin nakhil, e mbushur plot me palma, fa qala lahu Gjibril, i tha Gjibrili, atadri ayn salat, a e di se ku je falur? I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ya'lam, Allahu e din se ku jam fal, ku ta di unë i shkreti. E o vëllezër të nderuar, këtu është një pikë shumë interesant që dua që të tërheq vëmendjen e juaj. Kur e ka pyetur Muhamedi Gjibrilin, kur e ka pyetur Gjibrili Muhammedin, "Atadri ayn salat", ku po falesh? I thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e din, se Allahu nuk i jep Gjibrilit urdhër vetëm atë që don Allahu Dhul Xhelal, dhe Gjibrili nuk ka dije vetëm prej dijes që i ka dhënë Allahu Dhul Xhelal. A kur pejgamberi alayhis salam ka pyetur sahabët e tij dhe ju ka thënë, "A e dini se kush ishte ky?" I kanë thënë, "Allahu wa rasuluhu", edhe Allahu edhe pejgamberi e din. Se Allahu Dhul Xhelal i ka dhënë dije Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më dije se sa të gjithë krijesave të tjera. E o vëllezër të nderuar, i thot Gjibrili, "Saleti bi Yathrib", i e falur në Yathrib, para se me ardhë pejgamberi alayhis salam në Medineja është quajtur Yathrib, jo Taibe, jo e bukur, jo e dashur, jo e ndritshme, por Medineja ka qenë mes zullumit, mes ribas, mes kamatës. Medineja ka qenë e mbushur mes luftrave midis dy fiseve. Prandaj i thot Gjibrili, "Salete bi Yathrib", je falur në Yathrib dhe jo në Medine, se kështu e ka pasur emrin Medineja. Para se të vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o marratun thanie, herën e dytë, o vëllezër të nderuar, e pyeti, i tha Gjibrili, "Ja Muhammed, enzil", zbrit, fasali rakatain, zbrit dhe i fali 2 rekat, i tha, "Atadri ayn salat", a di se ku fala? "Wallahu alam", Zoti e di se ku jam falur. Dhe i thot Gjibrili, "Salejte fi Medjen, inda shajarat Musa alayhis salam", je falur në popullin e Medjenit tek pema e Musait alayhis salam. Dhe Musai alayhis salam, o vëllezër të nderuar, unë në një peme derisa erdhën 2 motrat dhe i tha, "Nuk po mundemi dot neve që të ushqem, që t'ju japim ujë baktive tona, për arsye sepse burrat na e kanë zënë radhën." Dhe qohet Musa alayhis salam dhe i ndihmon ata pikërisht tek kjo pemë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Gjibrili, "Salete inda shajarat Musa", tek pema e Musës alayhis salam në popullin e Medjenit, popull të cilin ishte dërguar Musa alayhis salam. E o vëllezër të nderuar, o xhamati i nderuar, për të 3-ën herë i thot Gjibrili alayhis salam, "Enzil ya Muhammed", zbrit Muhammed dhe zbret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fasali rakatain", fali 2 rekate. Dhe këtu, o vëllezër të nderuar, tham për Musa alayhis salam që u veçua tek populli i tij 40 ditë me ibadet për me taku Allahun, për me fol me Allahun, ndërsa pejgamberi alayhis salam po zbret her pas here në mënyrë që
të mos i harroje la ilaha illallah. Edhe pse nga Mekka në Medinë është vetëm një shikim me burakun, por e ka zbritur Gjibrili mirara o tikrara shumë herë, në mënyrë që të mbetej zemra e tij e lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala. E o vëllezër të nderuar, i thot Allahu alem, Zoti di se ku fala. I thot Gjibril a.s. Salejte fi mawdi'in ulida Isa a.s. Je falur në vendin ku ka lind Isai a.s. E o vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qabla an yasil pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fi Beit al-Maqdis në xhamin e Aqsas ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi salam fi qabrihi yusalli. Pa pejgamberi alaihi salam Musa alaihi salam në varrin e tij duke u falur, dhe kjo është mu'jizeja, mrekullia që i dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Allahu dhul jalal ma surati, edhe pse buraku ecte shumë shpejt, ama ja mundsoi që ta shikonte Musën alayhis salam duke u falur në varr, dhe kjo prapë vëllezër që Allahu t'ja forconte Muhamedit alayhis salam zemrën e tij në takimin me Allahun dhul jalal. E o vëllezër të nderuar, osale ila Mesjid al-Aqsa, erdhi në xhamin e Aqsas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa rabata al-buraq ilman annahu sallallahu alaihi wasallam say'lam wa ya'lam. E lidhi burakun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse e dinte që buraku nuk mundet të lëvizë prej vendit pa lejen e Allahut azza wa jall, që të na mësojnë në ummetin e tij, që neve para se me ba punët me thanë ju kam mbështetur Allahut, duhet me marë akhdër bil esbab, me i marë shkacet në këtë dynja, me i marë shkacet në këtë dynja. I thot Omeri radiallahu anhu, një djaloshi që për falej, o djalosh të shoh që falesh ditën edhe natën, ku punon ti, ku han ti? I tha Allahu më zbret mu prej qielli. Kapi shkopin Omeri dhe i tha dile puno, meri sebepet. Pastaj thuj ju kam mbështetur Allahu dhul jalal. E o vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë namazit të tij shara bil atash, i erdhi etja në namaz dhe kërkoi prej Gjibrilit ujë, ndërkohë që Gjibrili alayhis salam nuk i solli ujë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por i solli një enë që kishte alkool në të khamër, dhe tjetra kishte leben, tjetra kishte qumësht, dhe khtarën nëbiju sallallahu alaihi wasallam, e zoti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam enën në të cilën kishte qumësht. Fa dhahika Gjibril wa ashara bis surur, qeshi Gjibrili dhe u kënaq Gjibrili dhe i tha o Muhammed, ikhtart el fitra, e zgjedha atë që është në natyrshmërinë e njeriut, se nëse do të kishte zgjedhur, nëse do të kishe zgjedhur alkoolin ose khamrin, ummeti jot dalalet do të kishte shkuar, ummeti jot të keqen do ta kishte marrë, ummeti jot rrugën e keqe do të kishte shkuar, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjedh atë që është më e mira për ummetin e tij sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër të nderuar, dhe në këtë pikë patjetër që duhet të qëndrojmë, o vëllai i nderuar, ke kujdes në atë që flet, ke kujdes në atë që vepron, që ndoshta një zgjedhje e jote e gabuar mundet që të kushtoj rënd gjatë jetës tënde, mundet që të kushtoj rënd në dynjan tënde, mundet që të kushtoj rënd në dinin tënd, në ahiretin tënd. Andaj o vëllezër, duhet të kemi shumë kujdes në ikhtiaratet në atë që zgjedhin neve në dynja, sepse ato mundet që të ndryshojnë, sikur se ndryshoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjendjen e ummetit të tij me zgjedhjen e qumshit dhe pirjen e tij. Thumma atama salata, e vazhdoi namazin e tij dhe e mbaroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e tij, dhe mbasi mbaroi pejgamberi alayhis salam namazin e tij. Vëllezër të nderuar,
së bashku me Gjibrilin fi riwajetan. Ka dy transmetime nga djetarët e Mirajit. Njëra palë thot, e shoqëroi buraku deri në qiellin e dynjas, ndërsa pala tjetër thot, buraku qëndroi i lidhur në xhamin e Aksas dhe e shoqëroi Gjibrili deri në qiellin e dynjas. A për të inshallah do të flasim gjumon tjetër, na dhon Zoti jetë dhe imër inshallah. Aquli qawli hadha astaghfirullah li lakum wa li sa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim.